problem. Manjan, pritja pak fjalën Manjan, se kam një pyetje për zonjën Luarasi pastaj. Më shpejt mos e ke pyetje për Luarasi. Jo, pastaj ti është paralajmërova më përpara. Po vija rregull, po bëja rregull, po vija rregull. Rend. Law and order. Ha, s'kishe gjë veti. U qa? Po duk sikur më Kam kërkove kufur me fjalën. protestën në zemrat e Jo, me protestën jo, nuk po e kisha për protestën fare, se vura reagimin e Ramës këtu. Mund këtu. ma lët për gjysën pjesën e asaj territoriales. Se edhe aty e kam një mendim me Do kthehesha atje. Atëherë ti bëj një pyetje Luarasi dhe pastaj mu kthe tek se me ato doja ta mbyllja me reformat, me konsensusin, me faktin, po sikur po se ata për territorialen specifikisht. E vetme, po ja ta japun fjalën. Vetëm ti bëj një pyetje zonjës Luarasi se ma tham pjesën e parë, tani nesër keni një mbledhje. Dhe për te këtij reflektimi të Ramës, jeni të përgatitur për ndryshime në qeveri? Mund të ketë ndryshime në qeveri? Nuk... Se është përfolur shumë në media. Tani në media sa herë që mblidhet grupe parlamentare, gjithmonë ka përflitet që do ndryshohet qeveria, po kjo nuk është arsye që ne ta diskutojmë. Mund të jetë që s'dini gjë dhe surprizoheni nesër si zakonisht? Spekulimet ndodhin në çdo studio televizive kur vjen puna. Atë se di as Roma vetë. Vetëm ai e di. Asaj se di. Atë po, atë e di. Ka pasur rast edhe që si ka ditë. Nuk di të them asnjë gjë. Mbledhja është me agjendë caktuar, do flasi kryetari i kuvendit që do flasi për ato që ka ndodhur në kuvend për gjatë vitit parë të legjislaturës 4 edhe për ndërhyrjen e teknologjisë edhe për parlamentin e ri, do të flasi edhe kryetari i grupit parlamentar për mbarvajtjen se si ka ecur puna e komisioneve nën komisioneve, dhe pastaj sigurisht që do të ketë fjalimin e që kishte nisur ta shkruante, siç tregoi. Eksakt. Kështu që kjo është në fakt agjenda zyrtare e mbledhjes së grupit. Kjo është ajo që di dhe unë, po dija diçka më shumë do e kisha ndarë patjetër. Okej.